Përshëndetje për të gjithë, unë jam Natyra dhe sot do të flasim për diçka që shpesh nuk e mendojmë, por na formon neve çdo ditë. Pra do të flasim për gjuhën dhe identitetin. Mysafir me mua sot është profesor Dyrem Shehu, I cili ka përvojë të gjatë në mësimdhënie. Ai që disa vjet e ligjeron lëndën e gjuhës latine në Gjimnazin Loyola, si dhe gjuhën frënge në shkolla të ndryshme të gjuhëve. Përveç kësaj, ai ka përvojë në ligjërimin e lëndës të edukatës qytetare dhe është një lexues shumë pasionant. Mirë se ardhët, profesor. Përshëndetje Natyra, mirë se ju gjeta. Fillimisht na njihemi që sa ne kemi qenë edhe bashkë në mësime. Po, që vetëm klasën e 9 keni japë mësim në gjuhën latine. Po, në për aktivitete që sa kohë edhe më vjen mirë se ti ki dy emra, Natyra edhe Nati. Nati në latinisht natus, nata, natom do të thotë lindje. Edhe duke qenë se formatet e tilla sot janë shumë të shprehura nëpër botë, është ndër të vetmet intervista, podcaste që një shkollë, një gjimnaz e ndërton, sidomos në Kosovë, ndoshta edhe në rajon, s'm ka rastis me po, edhe kjo është një lindje e re e idesë, guximit, përvojës të nxënësve që me kriju vetë diçka. Do thonë është njëri prej podcasteve më burimore që deri sot e kam pa. Kështu që përgëzime, suksese. Faleminderit shumë. Pra, pasi ju keni përvojë në ligjërimin e gjuhës dhe gjithashtu edukatës qytetare, të cilat janë dy nga lëndët më kryesore që formojnë identitetin të një personi, si ndikon gjuha në mënyrën se si ne e shohim veten? Kështu, fillimisht ne edhe si popull e kemi një shprehje ku e thon kallxam me kanë rrin për me tregu se kush je. Populli shqiptar gjatë historisë e ka pas një veçori dhe veçanti, sepse është ndër të vetmet popull që ka dy veçori. E para është që asnjëherë nuk e ka sulmuar një popull tjetër, që nga lashtësia, dhe veçoria më e bukur e popullit ton është sepse e ka ruajtur identitetin e saj gjuhësor. Dhe ajo që na e simbolizojmë, ato edhe idealizojmë. Njeriu nga mënyra se si e fillon gjuhën, nga dërdëllitjet e para si fëmijë, nga përpjekjet se si ai mëson, fillon gjithashtu me mundu që në atë gjuhë, në atë mënyrë, në atë formë me shpreh dhe identitetin e tij gjuhësor personal. Po. Për shembull, unë jam njëri prej atyre fëmijëve të dalura kështu nga lufta, edhe identiteti im gjuhësor personalisht është për me dalë në rrafshin e përgjithshëm, është sepse unë ende pa mësuar shkronjat e para, kam mësuar poezi e vjersha nga djepi, nga gjyshja kryesisht, ninullat tona, cilat duhet me imbrojt me krenari, sepse ato gjithmonë kanë qenë në aspektin e gjuhës. Nina nona I këndofsh gjuhës, nina nona I këndofsh popullit, pra gjuha tekun për shembull personalisht ka filluar që nga ideja që gjuha është shenjtëri. E përmes gjuhës, përmes kërkesave të soja, që nga momenti kur ti fillon mu ka për tavolinën, për djepin, me kërku lirinë tënde, pra sepse bukuria e njeriu qëndron te përpjekja për me mësu. Dhe nga ajo përpjekje njeriu pastaj fillon edhe e prezanton veten e tij, qoftë para familjes, qoftë para rrethit shoqëror, edhe kështu me kalimin e kohës ai ndërtohet. Kështu që kushtet që ne si fëmijë kemi mësuar që liria është shenjtë, kjo ka mësuar sa më shumë, na ka mësuar neve si gjenerat që me dash gjuhën, edhe përmes asaj me tregu sepse identiteti gjuhësor është ai I cili na bën me prezantu kush jemi dhe ka po dojmë shku. Pra, kemi shprehje në aspektin tash filozofik kur dalim që kufit e gjuhës time janë kufit e botës time. Pra, kur ne ndërtojmë vetveten me gjuhë, ne I thymë edhe barierat edhe të gjitha vështirësitë të jetës për me tregu kush jemi. Pra, që nga personalja deri te rrethi shoqëror ose ajo që është më e përgjithshme. Po. Shumë e saktë, prof. Po masi konkretisht tek ne është tema gjuha dhe identiteti në një shoqëri demokratike, më saktësisht, a mendon që mundet me pas demokraci të vërtet pa respektim gjuhësor? Shiko, çështja e demokracisë ne bashkërisht e kemi punu demokracinë edhe dim që fjala demos është popull dhe kracia është udhëheqja apo sundim I popullit. Është njësoj sikur të jemi në një hapësirë
edhe aty të flasim për ndërtimin, kati i parë, kati i dytë, kati i tretë, sa mirë do të ishte kjo dhomë, këto shkallë, kjo çati, po në fakt na e kemi vetëm hapësirën. Pra është njëjtë demokracia, të flasësh, të mendosh edhe të diskutosh për demokracinë përderisa nuk respektohen bazat e saj. Pra s'kemi themel, s'kemi ndërtim, s'kemi ndarje, s'kemi ku me flet, s'kemi çati dhe po flasim për shtëpinë. Pra janë kushtet kryesore dhe në një shoqëri ku nuk respektohen vlerat njerëzore, sidomos ajo e gjuhës, që thash, unë jam fëmijë i luftës, i dalën prej luftës dhe e di sa rëndësishme ka qenë për shembull fjala liri. Kur ne kemi mësuar, për shembull, ne kam mësuar fjalën liri në frikën e dikujt dhe nga ndrydhja e shkumsit të mësuesit për me shkruaj fjalën liri. Dhe tash llogaritë me ta ndal lirin sa e vështirë është. Në një poezi ku unë e kam lexuar thotë që zogu sado që e don lirin apo ushqimin e tij, ai nuk e ndron me liri. Pra e don ushqimin, po liria është e shet, pra fluturon, s'mundesh me zog. Kështu që edhe çështja e respektimit të drejtave të identitetit gjusor duhet patjetër të jetë në një vend demokraci, përndryshe s'kemi pse flasim për demokracinë, sundimi i popullit. Liria normal, domethënë është diçka që gjithë e kanë drejt me pas edhe sidomos në aspektin gjusor, nëse nuk i për shembull në historinë tonë që kemi pas na që nuk i kanë leju domethënë shqiptarët me mësu gjuhën e vet amtore, domethënë tregon diçka shumë që nuk ka pas saktësisht demokracinë atku. Tash a mendon që është më i lirë ky sen? Shiko, tash nëse flasim në kohën e Jugosllavisë, shqiptarët gjuha shqipe pra ka qenë më e pa lejushmja. Thash që kam mësuar fjalën liri në ndrydhjen e shkumsit të mësuesit dhe frikës për me fol për çështjen e lirisë. Kur gjuhët e tjera përkraheshin, gjuha shqipe automatikisht kalonte në klasin e dytë. Dhe kur njeriu nuk e ka gjuhën e tij për ta kërkuar, për ta parashtruar kërkesën e tij, si ka mundësi të jetë i përfaqësuar në popull. Për shembull, Japonia, sa kam lexuar, ka shprehje për çështjen e respektit të tjetrit, ka emërtime dhe shprehje që në gjuhët të tjera nuk mundën me u përkthy. Tash mënyra se si një japonez kish me bë kërkesën e tij të përfaqësimit në popull, do të ishte shumë më e mirë, më e drejtë që ai të bëjë në gjuhën japoneze sa të dilsha unë në emrin të tij edhe të thosha që unë po përfaqësoj një Japan. S'kisha me ditë edhe sepse gjuha nuk është vetëm çështje e komunikimit, pra nuk është vetëm mjet komunikimi. Ajo përfaqëson gjithashtu edhe vlera të shpirtërore. Nëse flasim në rrafshin e shkencës, gjuha është mjet komunikimi dhe ajo ndërton mendimin personal të individit. Kur dalim në rrafshin sociologjik, që thash historia, aspektet sociale që kanë ndodhur deri tek ne, kufit e mendjes krijohen pikërisht nga zgjerimi i gjuhës, i leximit. Nëse dalim për shembull edhe në aspektin e religjioz, që ne kemi mësuar për shembull, çështja për hajr mashallah e tjerë janë çështje shprehje të tjera, që sot e kemi zëvendësuar me gjuhë të tjera, po është një shprehje e cila ta ka mësuar shpresën. Pra na e përdorim sot pa marrë parasysh në dasive ose bashkimit që kemi bashk, ta ka mësuar idenë se si me shpresu për diçka më të madhe. Pra gjuha e popullit, gjuha një populli, përfaqësimi një populli, cili do të qoftë ai në demokraci është i patjetërshëm. Për shembull, demokracia fillon në Athinë që nga Perikleu. Për shembull, atje te vitet 320 këndej pari. Edhe pse ndodhi pikërisht në kohën e Perikleut, sepse Perikleu ishte njëri i cili lexonte për kohën e tij, mësimet e tij, dhe ishte personi i cili kishte mësuar edhe kishte dashur shumë filozofë, dhe si fëmijë u ndërtu me kohën dhe kur u bë drejtues i vendit tha, prej sot përfaqësimi apo i popullit do të jetë sot dhe tutje me emrin tim dhe bashkë tutje që deri sot fol ti edhe tyre edhe atyre filozofëve dietarëve që kemi ardhur deri sot, ne gëzojmë demokracinë, sundimin e popullit. Mirë, po nuk ekziston, nuk mundet me të shndru, s'është e fortë, s'është e kompletuar nëse nuk është përfaqësimi i krejt popullit demokraci. Po, edhe sidomos nga gjuha, edhe shpresoj që edhe ta dinë domethënë mosha jam edhe këta të rinjt më shumë se sa me fat janë që tash e kemi këtë demokraci që më përpara prindërit tonë nuk e kanë pas.
Është shumë e rëndësishme edhe kjo. Unë e tregova për shembull, thash, çështjen e shkumësit si shumë se më mësuesi me lidhen pak me shkumësin, s'mundem me hek ato. Fjalën liri demokraci, pavarësi, unë thash e kam mësuar që nga koha e djepit kur loket tona na kanë mësuar për gjuhën. Pra demokracia, liria, pavarësia janë identitet shpirtëror, jo vetëm identitet gjusor që ti me thonë një mendim. Mirë po ato kanë bënë edhe me çështje me lidhjen e shpirtërore se si njeriu e shef veten, lëviz me veten, jep me vetveten në grup, edhe të njëjtat gjona edhe i merr, domthonë ato që japim edhe marrim, sepse jeta është e tillë. Mirë po ne shqiptarët në përgjithësi demokracinë e kemi një fjalë shumë të shejtë, sepse jemi popull i cili 2000 vjet radhazi kemi luftu për me ardhë në demokraci për me gëzu. Thash, ne jemi ndër popujt e vetë në botë që kur në jetë nuk i kemi sulmu një popull tjetër. Dhe sot në për institucionet ndryshme ndërkombëtare luftojmë për me u bë pjesë aty në organizatave parësore, demokratike, etj. Dhe është e njëjta situatë që vujtja jonë shqiptarëve për me bë pjesë e planeve demokratike në botë, por natyrisht që duhet mendojmë që ka mundësi dikë dhe diçka tjetër me ngrit edhe ne që me sjell në rrafshin tonë që na e gëzojmë atë demokraci. Edhe pse me kalimin e kohës kjo po ndryshon, po fjala demokraci është shumë e rëndësishme për ne sidomos. Po, prof, ma përpara e përmendit edhe komunikimin, edhe i përmendit shqytet e tjera, jetën sociale, Japonia, do me thonë si ndihmon gjuha njerëzit që marrin pjesë, do me thonë, jetën sociale? Shiko, si ka mundësi që e përmendat japonezin, po si ka mundësi një person i cili ka jetu në një fis të largët, nuk e nje gjuhën e popullit i cili po vepron, po udhëhiqet me vendin, si ka mundësi ai me qenë përfaqësues ose më ka një përfaqësues në komunitet ku ai nuk ka komunikim. Njeriu nuk duhet me fol për njëri tjetrin, po me njëri tjetrin. Dhe më i miri për njerëzve është ai i cili ato që mëson për veti, u mëson edhe tjerëve. Kështu që unë shpesh me kolegët e përdorim shpesh atë fjalën që njeriu në shoqëri është sikur djathi zvicran, me ato vrimet e veta, dhe është me boshllëk. Dhe kur shoqëria bëhet bashkë e plotësojnë njëri tjetrin. Pra ne duhet, sepse sidomos ne shqiptarët duhet me qenë përfaqësues më të mirë të jetës politike, publike, për arsye se kemi pas sa vështirë është pjesëmarrja në publik. Pra se kemi pas të ndalume. Për shkak kemi pas një armik i cili në vendin tonë ka fol për qeverisje, ka fol për demokraci etj. Dhe ti në vendin tonë s'ke arrit me thonë mendimin edhe përfaqësimin tonë. Pse? Sepse kanë qenë ndalesa si gjuha, identiteti kombëtar ose racor ose etj. Edhe fetar ndoshta pse jo, mirë po ekziston një teori ku thotë që ekziston vetëm një racë është njerëzore, ekziston vetëm një fe dhe ajo është dashuria, ekziston vetëm një Zot dhe është i të gjithëve. Kështu që edhe vendi është njësoj, edhe koncepti për vendin është njësoj, është i të gjithëve. Për shembull na kemi rastin e Diogenit në Greqi. Diogeni kishte ardhur nga Sinopa, pra kishte ardhur nga një vend tjetër, ishte vendosur në Athinë. Po aftësitë e tij, genialiteti i tij për me bashkëpunu me tjerë, për komunikimi i tij, dëshira për me tërheq tjetrin, për me mësu tjetrin, ato e ka bën njërin prej qytetarëve të Athinës, dhe kur e kanë pyet për shkakun se për cilit vend je ti, ideja ka qenë që me nështru kështu një fjalë, ai ka thonë jam qytetar i botës. Pra ne jemi qytetarë të botës, po natyrisht që duke mos e harru absolutisht identitetin kombëtar, sepse jo rastisht edhe jemi të ndarë në fisë e popullin në që ne ta njohim njëri tjetrin. Kjo është mirë, po deri në momentin kur ne nuk ja synojmë të drejtën dhe lirinë e tjetrit. Po, mase e përmenda dhe identitetin kombëtar, do me thonë kështu, po dalim pak edhe ka shteti jonë që është Kosova, po normal. Njëmi se një shtatë që është vazhdimisht tu përparu, do me thonë është në përpare me tutje. Po, çfarë sfida gjuhësore e cilë sa dhe ma shumë për shembull sot këtu në Kosovë? Po, më thonë, unë si mësues i gjuhës latine, frënge,
madje edhe puna me edukatën qytetare, e kemi rastisë dhe vazhdimisht po shohim që gjuha shqipe po krijon vështirësitë e veta, duke marrë parasysh edhe huazimet e huaja që jemi duke i marrë vazhdimsi në për televizion, në për radio, tash fjala bastardim është pak e rëndë e vështirë, me thonë në aspektin edhe gjuhësor, mirë po njeriu duhet me mësu gjuhët e tij, po edhe të tjera, po gjuhën e tij patjetër që duhet ta përfaqësojnë në mënyrë të mirë, të saktë dhe të drejtë. Për shembull, kultura muzikore që po vjen tek rinia dhe gjuha e përdorur në muzikë, sepse identiteti kulturor muzikor ka lindë qysh në shpella atje te njeriu, dhe nga dëshira për me thirr, pra zëri i tij vujtjes. Pra muzika ka qenë ndër vite ndërkohë një revolucion tek popujt që s'kan mujt me kërku ose me thonë fjalën e lirë që e përmendëm pak më herët në demokraci, pra muzika ka qenë një prej revolucioneve që njeriu e ka gjetë vetveten ose i ka identifiku problemin. Pra muzika dhe tekstet muzikore, të cilat po përdoren tek këngët e tyre, të artistë të ri, fatkeqësisht është një mënyrë edhe qasje së të rive në jetë. Tash, ato që ham sot tregojmë kush jemi apo çfarë shëndeti kemi mas 10 vjete. Ajo që po e dëgjojmë ne shpeshherë është një pengesë, bile unë shpeshherë e them edhe me humor tekstet e tyre, në mënyrë që edhe ata që po i ndëgjojnë, po nuk po arrin me analizu se sa e vështirë është mos me thonë e keqe, mirë po ne duhet t'i përshtatemi kohës, po të mos dorëzohemi. Pra nëse teknika ka një luftë e gabuar, ne do të zgjedh armën e dur. Pra përpjekja jonë për me ndryshu, ka huazime të mëdhaja, pra folën për muzikën, shohim nëpër televizor, fjalë, për shembull jam mësues i gjuhës latine dhe shpeshherë rri dhe i shënoj. Fjalën akces, fjalën indinjat, fjalën ka shumë fjalë që janë të huazume. Shumë fjalë ka të huazume saqë që të mos e përdorim gjuhën e shet shqipe. Mallku kof një bir shqiptari që gjuhën e perëndis, trashëgim që në lajpari trashëgim ai nuk ja lën fëmis. Pra janë fjalë, janë motiv, është identitet që duhet me përcjell. Pra unë jam për me mësu gjuhët, sepse latinët thojnë tot capita quod sententia. Sa kohë ka aq mendime. Pra ku me marr me pas, për shembull ne jemi shumë të pasur me shumë gjuhë. Prizreni Kosova, kemi shumë gjuhë, kemi shumë komunitete, kemi shumë përfaqësime, pra pse të mos i shfrytëzojmë, pse të mos i konsiderojmë si vlera, asete dhe t'i shtyjmë edhe të bashkëpunojmë edhe të ecim, sepse është vlerë, pra është. Po, tek komunitetet, a mendon që është respekt për shembull që edhe na mja ditë gjuhën atyne pasi edhe ata po jetojnë këto në shtetin tonë, po mundoni me na mësu gjuhën? Shiko, respekt. Fjala respekt, e cila po ashtu vjen nga latinishtja, ka të bëjë fjala res, përkthehet, për shembull res publika. Fjala res është pasuri, vlerë, thesar. Kur jemi te vlerat, tash kur i referohet njeriu në respekt, cilat janë vlerat? Ne gjithmonë i referohemi virtyteve, dashurisë, mirësisë, përkushtimit, durimit, sinqeritetit, bashkëpunimit. Këto janë vlerat. Tash kur e sheh njeriu të tillë, natyrisht ti e krijon atë fjalën respekt. Unë thash edhe pak më herët që e kemi edhe te Molieri atje i thotë unë jam një bletë e cila për ta krijuar mjaltën duhet me shëtis shumë lule. Pra dhe ne duhet t'i marrim, të jetojmë, bashkëpunojmë që pse mos të krijojmë një pamje të bukur kur i kemi mundësitë. Edhe në një shoqëri patjetër. Thash edhe më herët, njeriu më i mirë është ai i cili ato që din për veti ja mëson edhe të tjerëve. Kështu që bashkëjetesa, bashkëpunimi, qëndrimi janë vlera të cilat duhet me të kalu. Është një njëjta situatë, për shembull, ne po shkojmë, ne sot e kemi pushtu botën, më shumë ka të rinj me mendje të hapura që kanë ikë në perëndim, po jetojnë, po veprojnë, kemi mjek, artista, shkrimtar, shkencëtar që kanë përfaqësuar pra kombin shqiptar kështu denjësisht. Tash çka më thon atje anglezi ose amerikani ose francezi, çka më thon francezi për Kadarin për shembull. Valla jo s'pe marrim këto se ky është shqiptar full shqip, ky nuk është iden kështu më thon. Kështu që
vlerat e mëdha që ka kombi shqiptar, po edhe bashkëjetesa që thash është njëna prej vlerave të mëdha që ne kemi trashëguar ndër vite. Pra, edhe kjo është vlerë që duhet me shku, edhe mos me leju askond që me nda dhe me përqa. Në vazhdimsi, edhe çështja e komuniteteve, për shembull vazhdimsi duke i pa vlerat e tyre që i kanë, sepse dasit kanë qenë të ndryshme, arsyet kanë qenë të ndryshme, mirë po thash Einsteini kur i ka shënu vajzës së tij një letër, thotë bija ime kur e krijova teorinë, nuk e kisha menduar që ekziston një teori shumë tjetër e fortë, një bombë shumë e fortë, e cila do ta pushtonte botën. E më mirë se kjo që e krijuam ne. Pra ajo është bomba e dashurisë. Pra dashuria është virtyti i parë i cili zbret në tokë. Dhe faktikisht në ditët e sotme duke orientu edhe jetën ka çmimet e gjonave dhe jo ka vlerat e tyne, kemi harru se dashuria është pjesa ku ne duhet me punu mas shumti, me kultivu, me dash njëri tjetrin. Këto po e shohim çdo ditë dhe sa që jemi në tavolinë ashtu në kafe e vrem që kërkush s'pe don kërkon etj etj. Mirë po duhet me pasë diçka parasysh. Ndryshimi lind nga vetvetja. Pra asnjë popull nuk e ndryshon gjendjen e tij derisa ai vet fillon me ndryshu, pra nuk mund të me ndryshu askush, asnjëriu, pra nuk mund është ti me ndryshu botën pa ndryshu vetveten. Po, duke nis gjithë nga vetja, me dash me bë impakt e tjerë. Ne kemi edhe ne si popull e kemi ndoshta një gjë për cilën duhet të mendu pak më tepër. Fjala natio, nacionalizëm, e cila lind nga latinishtja, ka të bëjë me popullin. Mendoj që është koha që pak me hek, me fillu me shveshat setrën e nacionalizmit, por me vesh setrën e patriotizmit, se patria është atë dheu. Pra, dashuria nacionalizmit të izolon, pra në kontekstin filozofik të izolon, edhe të shtin me dash popullin, por nëse fillon me dasht atë dheun. Për shembull në mënyrën kur ti zgjohesh në mëngjes e hek letrën prej oborrit tënd, prej lagjës tënde, prej shkollës, prej qytetit, shtetit, vlerat e tua kombëtare, të cilat ti ke, dashuria për atë dheun, me mbjell lulën, me pastru vendin, me dash tjetrin, me kontribu në bashkëpunim me trit, moshat të ndryshme, komunitetet, raporti etj. Pra janë vlera që na duhet mi punu. E kjo është çka e bën këto? Dashuria. Pra është Chelsea, mirë po asnjëri nuk mund me fol për dashurinë nëse nuk e ka leximin. Pra leximi është dashuria. E dashuria është ndryshimi. Edhe kretë këto sana nga dal edhe formojnë identitetin e personit që përmandëm edhe pak më herët, qoftë ai personal ose edhe kombëtar. Po, shiko, thash, mënyra se si unë kam ndërtu gjuhën, mënyra se si kam mësu fjalët, me një simpati, me një dashuri, me një nostalgji, me një përvujtje, ka bo me mësu që orientimi im i gjuhës, i gjuhëve, për me marrë dhe me dhonë jetë, ka kriju pasaportën time të identitetit personal. Pra, është pasaporta jote me cilën ti identifikohesh qysh në familje, në shoqëri, në rreth edhe në shtet. Pra, Ilom është ai i cili përmes gjuhës së tij e merr edhe nxjerr më të mirën e mundshme për veten, për komunitetin e tij. Kjo është qëllimi, se gjuha nuk është vetëm komunikimi. Po gjuha është identitet shpirtëror, gjithashtu, që disa popull, që edhe na kemi përjetu, lutjet tona për të kriju si për liri, pavarësi, drejtësi, rujtjen e gjuhës e tjerë. Duhet punë, lexim. Fjala më e bukur në botë. Pa punu nuk bëhet për gjuhë. Po shiko, kjo është edhe njëna prej aspekteve sociologjike tona, të cilat për shembull populli ka qenë vazhdimsi në përvujtje e tjerë dhe luftra kanë krijuar ato hendeqet e punës, do të thonë njeriu kur nuk punon, siç thonë edhe latinët, ikfi non laborantum est, male agunt, pra i cili nuk punon, është gjithmonë i prirur për me bëu keq.
Pra, vepron bën keq, kështu që ne kur punojmë edhe mësojmë. Pra, ai që lexon, mëson, ai që mëson punon dhe ai që punon ka. Kështu që ne kemi të gjitha mundësitë edhe pjesa më e bukur jonë është një rini shumë e shëndetshme, e guximshme, edhe ajo që po kërkojmë me ndërtu, me sjell këtu është në rrugë të marrë, ka vështirësitë e veta, mirë po vërtet pas vështirësive vjen lehtësimi. Do me thonë ja vlen, në fund gjithë ja vlen. Patjetër, ja vlen dhe puna për cilën tash ajo çka jemi sot, ku jemi sot edhe pse jemi sot, tregon kush do të jemi në të ardhmen. Pra orientimi është shumë e rëndësishme që siç thotë edhe atje një poet që është rëndësishme të mbjellim një pemë, është më rëndësi se kush e han ato. Pra ajo çka po mendojmë ne si popull të ndërtojmë, edhe pse situatat politike në botë këtu tash me lidh ato që kanë ndikuar ndoshta në vrrullin njeriu për me orientu ka kapitalizmi, ka e pasura, ka çmimi, ka tregu, pak a shumë edhe ka zbe vlerat apo virtytet njerëzore, mirë po ne nuk duhet të heqim dorën, patjetër. Te veç edhe pak nëse bën të sfidat gjuhësore që i kemi pas, jo e përmendet domethënë edhe muzikën e kështu, çish kisha mujt me thonë ti për shembull, çish kisha mujt na mi kalu këtë sfida që i kemi sot, që me mujt. Shiko, na e nisëm edhe të problemin e aspektit gjuhësor, me cilën janë po merren edhe janë marrë shumë shkrimtar. E kemi problemin që niste, edhe më thonë qyshte, Idrisa Jeti, Çabeje, Xhevalin Shkurtaje, kemi disa të tjerë shkrimtar, gjuhëtar të cilët po merren me këtë problematik. Unë thash që e kemi pas tash po nisim edhe diçka po kthehemi në fakt e kaluara ime personale ku gjyshja ime e cila nuk na lejon të më shku me pushu deri në momentin që ne i bënin detyrat. Domethënë thonë ABC pastaj me flet. Dhe nëse fillojmë ABC-n me ndërtu, pra është leximi. Pas leximit, tash ai që lexon punon është puna. Këtu shohim edhe problematikën, për shembull kemi disa probleme në testet PISA, ose formulimin e testeve shpeshherë kur në çast një pyetje dhe është bë vetëm gjysma e saj sepse nuk është lexuar deri në tërësi. Pra jemi pak tembel në të lexuar, jo vetëm tek nxënësit ne shohim probleme tjera edhe në shkrimet në portalet ndryshme. Kjo ka ndodhur thash huazime të huaja që kanë ardhur për shembull nga anglishtja, francishtja, italishtja, sidomos në pjesën e Shqipërisë, të cilat po zëvendësohen fjalët dhe përkthimi i tyre po del as shumë gabim. Pastaj shohim njerëz që janë nëpër institucione, të cilët nuk janë adekuat për shkak të shkrimeve të tyre. Nuk mundet një profesor me shënu gabimisht tani pse është i matematikës, gjeografisë, historisë, latinishtës, ai gjuhën e anëtarët duhet me shkruaj patjetër, sepse është nivel akademik edhe unë shpesh i them në klasë dhe nxënësve, unë jam shembull për ju shembujt. Pra shembulli duhet me kon shembull vet. Pra ajo që përfaqësojmë ne tregon se kush jemi, mirë po e kemi pak atë si çasin është kështu. Përgjithësin në Ballkan që mendimi kritik nuk kuptohet si vlerë, po si nënçmim, si nënvlerësim. Prandaj kemi edhe atë idenë që sa takohemi për çështje ndryshme, ne flasim për njëri tjetrin dhe jo me njëri tjetrin. Pastaj kemi problemet, për shembull, e kemi rastin e zgjedhjeve, edhe pse ti ende si atje. Mirë po shohim nëpër televizionet që kemi shumë flet votime të cilat janë të pavlefshme. Pyetja është a si kanë kuptuar mënyrën e votumit, modulin aty pjesa që është për me votu, pse në një shtet duhet me pas flet votime të pavlefshme. A është çështja e mos kuptumit, është problematik gjyqësor, është problematike e ndërtimit të fjalëve, problematikat janë të ndryshme, mirë po për shembull ne tash këtu si Lojol po i trajtojmë si çështje edhe po besoj që ti s'kemi lënë këtu, po kemi vazhduar me ndërtu edhe me ngrit zonën për të drejtën, të vërtetën. Këtu nëse më lejohet me thonë edhe çështja e
ndër vite e politizimi i arsimit, shkollave etj. Pra po thënë ti si ende aty, dush me vazhdu. Po me lexuar këtë pjesë, ka sjell një rezultat jo të mirë edhe të arsimit në Kosovë. Për shembull, shikoj ne si Loyola kemi arrit me ndërtu sot një komunikim të tillë, një nivel që po bëhet në botë. Bëjmë çështja e garimit, profesorët janë të lirë, munden me ndryshu gjonat cilat janë të mirat për nxënësit, etj. Do të thonë, ka problematika gjysore në vazhdim si i shohim, mirë po ideja është që të punojmë, të ndërtojmë edhe të ndryshojmë ato. Pra, atëherë, profesor, faleminderit shumë për bisedën edhe për këmbështrimet e juaja në këtë temë. Shpresoj që kjo bisedë ka menxoll shumë mendime kritike nga publiku, ndërsa faleminderit edhe juve që na dëgjuat, me juve isha unë Natyra dhe shihemi sërish.